Përshëndetje miq. Po vete sërish te kryeministria, filloi shiu, sigurisht sot s'kam çadër, s'kam plasmas. Pra ata që më kanë pyet si jam mirë, më bën skaner, mirë jam, mirë, nuk ka ndonjë. Po shkoj aty sepse unë besoj që kjo është betejë që duhet vazhduar. Sot I çova një shkres tjetër njoftimi policisë, se sipas vendimit gjykatës kushtetuese vetëm njoftim duhet të bëj. Njoftim për protestën që do bëj, më kupton? Dhe më kthyen përgjigje që nuk jepet leja, ndërkohë që nuk lejohet leje. S'ka nevojë për leje, se unë do kaloj, jam qytetar I lirë. Domethënë vendimi I gjykatës kushtetuese thotë nuk ka nevojë për leje. Thotë që çdo qytetar proteston I lirë. Kaq, thjesht njofton. Tani këta thonë do të procedojnë penalisht. Po teku bën 3, le të bëhen dhe 4, le të bëhen 5, 15, 20, 30. Unë po protestoj si njeri I lirë. Në shi, do thoni ju pse e bën këtë. Po, e besoj këtë që bëj, që ky vend ka nevojë që mos nënshtrohet. Ta ndërtoj kulturën e reagimit të qëndresës përballjes me çdo çmim, edhe me çmimin që mund të rrim në shi sot pa plasmas. Kështu që le të vinë të më marrin prapë, të më rrajnë, nuk ka problem. Këta kanë 10.000 policë, janë më të fortë se unë. Ajo që kam në dorë është një karrige, një çadër. Më fal. Ka që kam në dorë. Një karrige, një çadër edhe do rri këtu. Si një dëshmi ndaj një shoqërie që po I nështrohet një frikacaku. Edi Rama është frikacak. Se fshihet pas uniformës policisë së shtetit për të dhunuar njerëz të lirë. Njerëz që nuk I kanë vjedh kësaj republike. Dhe e bën dhunën për të mbrojtur hajdutërinë e vet. Kështu që unë si Adriatik sot I kam dërguar policisë prap njoftim që do vi këtu. Ka kthyer përgjigje nuk lejohet se pengon qarkullimin. Ja qarkullimi kush atje, ecën, vazhdon. Edhe në trotuar kalojnë njerëzit. I bëjmë dije qytetarëve që sipas vendimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2021, dhe ju jeni gazetar mund ta verifikoni, nuk kërkohet më leje për të bërë protesta. Nuk ka nevojë për leje, mjafton të njoftohet. Të thuhet që në këtë datë, në këtë orë do zgjas kaq, do bëj kaq. Unë e kam njoftuar. I kam njoftuar që sot prap do vi këtu. Do thoni ju sa do rish, po ndoshta deri në 3 mëngjesit, se mund të lagem, mund të bëhem ujë edhe s'kam ç'bëj. Do vi prap nesër. Kaq kam në dorë, kaq bëj. Në një republikë që shkresa që ka nisur policia dhe çfarë objekte që ndalojnë dhe si vijon protesta, bëhet qëndres vetëm me një karrige dhe në orë të ftohta në zonjë. Unë mund t'ju vënd dispozicion ju shkresin që kemi çuar ne. Ligji për tubimet dhe vendimi I gjykatës kushtetuese numër 24 duhet jetë I 2021-shit, I muajit maj duhet ketë qenë. Thot qartësisht që në Republikën e Shqipërisë nuk kërkohet më leje për protestë. Mjafton njoftimi, thot. Nëse ti shkel kushtet e njoftimit, atëherë procedohesh. Pra nëse ti thua që do ta bëj nga ora 2 deri në 4 dhe ti e bën deri në 6, ose thua do bllokoj një korsi dhe bllokojnë gjithë bulevardin, aty është vepër penale. Po nëse ti thua unë do vi do rri këtu, do zë këtë cepin, s'ndalon njeri, sepse është drejt kushtetuese. Kush është shefi policisë aty që më tregon mua kur do flas? Pse më me leje eminen komunizëm do ma leje për të folur, do flas sa herë të më doj kokra e qefit. Bravo! Qa do bëjnë këta? Do më arrestojnë mua se flas? Le të më arrestojnë më. Dekorat më. Po pse pak burra e gra ka pas që kanë bërë burg politike dhe kanë qenë disident. Shumë mirë mo, le të jetë Edi Rama njeriu që na bën të bëjmë burg politik. Qarë do kem frikun që të reagoje, do kemi frikne, do na shtyp kyne. I vetëm, me dhe ata që duan të rinë, unë do rri sa të mundem. Ka që kam në dorë. E bëj me gjithë shpirt, patronazhistat ta din që nuk më ndikojnë fare, madje I kanë hyrë në akti vëndi se hanë parat, e ilaçeve të munguar atje lartë. E dini ju të gjithë që janë mira njerëz në këtë republikë, mos të them 10 mira, po mira që marrin rrogën duke ngrënë meze te lokali lagjes
Dëgjonë, hanë meze aty të lokali lagjes, pa vajtë fare në punë, dhe marrin rrogën. Jeni gazetar, u jap informacion, verifikojni. Ka mira të tjerë që nuk jetojnë fare në Shqipëri fare, nuk jetojnë këtu. Dhe marrin rrogën në Shqipëri, sepse e duan, çfarë marifeti kanë bërë? Rrogën e merr ai që i ka fut në punë, ndërkohë këta marrin vetëm sigurimet, e duan për efekt pensioni. Ai jeton ndërkohë në Gjermani ose në Amerikë. Dhe kjo është e vërteta e madhe. Tani ky thot ti mos i thuaj këto gjëra, si mos i them unë këto gjëra. Unë nëse nuk i them këto gjëra kam bërë tradhtim dhe adhëut, sa ko unë i di këto gjëra. Bravo. Të dish që ka njerëz që jetojnë në New York dhe e marrin rrogën në Ujësiells në Shqipëri dhe të mos e thuash, kjo është tradhtim dhe adhëut. Të dish që ka njerëz që punojnë në ushtri zonë. Në ushtri, në polici, me radhë, në çdo sektor, që jetojnë jashtë adhëut dhe e marrin rrogën brenda Shqipërisë, e të mos e thuash është tradhti e madhe. Është tradhtim për ata fëmijët që s'kan ilaçe aty te onkologjiku. Pastaj kur themi ne për këto të onkologjikut na thon bëni politik. Po si i bëhet kësaj? Mos i themi këto. Keq kur i thua, keq kur si thua. Kështu që në këtë kuptim është shumë e rëndësishme të vrasim frikën. Do vazhdoj, janë 13 të proceduar penalisht, 4 nga cilët janë arrestuar për prishje dhe të rendit dhe të qetësisë publike. Tani, ju që më dëgjoni, në një protestë të bërë me njoftim, si mund të prishet rendi dhe qetësia publike? Se ne ndaj vim në protestë të prishim qetësinë publike. Ne nuk vim në protestë që të mos flasim. Bravo. Do me thënë, po bre një protestë me njoftim, sigurisht që do e prishësh qetësinë, se do bërtasësh. Në një nga format, mund t'jetë dhe proteste e eshtur, po ne kemi zgjedhur këtë duke bërtitur. Kështu që nuk qëndron. Dhunë ndaj kundërshtimi forcave të rendit. Çfarë kemi kundërshtuar forcat e rendit ne? Mos erdhi, ju si gazetar këtu keni dëgjuar ju të bëjmë me megafon një thirrje policia të thotë mos bëni këtë dhe ne se kemi bërë? Keni dëgjuar ju? Ligji atë thot ligji për tubimet, duhet të dalë shefi me megafon dhe të thotë 3 herë. Mos e bëj këtë se e duke shkel ligjin. Ju keni dëgjuar ndonjë këtu në miting? Jo. Si e kemi shkel ligjin ne? Pse se njëri vjen dhe tjetri ikën nga policët? Po ai mund të jetë përfaqësues i bandave. I pat ju ata 3 civilët vinin bënin foto. Ne nuk kishim asnjë kundërshtim të bënin foto punonjësit e policisë shtetit. Le t'i bëjnë me uniformë. Pse duhet vi civil ai? Ku di unë kush është ai? Ai mund të jetë një antar i bandës filan apo Y. Edhe vjen edhe intimidon njerëzit. Edhe kanë arrestuar një ushtarak prej 18 vitesh, doktor shkencash, Ergjus Uanën, që unë jam i bindë që do dali pa fajshëm, jam si që kemi dal shpesh me këta, i cili ka qenë punonjës, oficer policie, për 18 vite. Dhe është distancuar nga këta se nuk e ha do të gjehon e këtyre, por jeton me dignitet, ka që thjesht është. Dhe vene procedojnë, pse proteston kundra i dutve? Bravo Gysi. Qa është kjo? Ergysi nuk që asë shoferi në një nga këta të botës krimit, si që janë këta tjerët, që i keni parë ju. Jo, Ergysi ka këtu, në bau protest. Kanë arrestuar avokat Alfred Matoshin. Një djali shkëlqyer. Qa bëri Alfredi, erdhi dhe luftoi duke ngritë zërin për të drejtën. Kë vrau Alfredi, kë dhunoi, kë theu. Jo. E kanë dhunuar, i kanë thyer, i kanë krisur shpatullën. Erdhën dhe dhunuan nga diaspora, djalin e jashtëzakonshëm Eligert Hima, një bashkëpunëtor me drejtësinë italiane në kuptimin e investigues atje. Qytetar dhe me shtetësi italiane. E morën atje, e dhunuan, ka një puak në qafa, i ka bërë një ndërhyrje, as pyeti njëri fare, ore nase mbrave. Ndërkohë që nuk vërtetohet këtu të jetë bërë një gjë. Kanë arrestuar dhe Edison Haklaj, avokat. Ja, kjo ka qenë qeta e njerëzve të rrezikshme, 2 nga cilët 3 më fal njerëz të ligjit, të 4, se edhe Ergysi ishte avokat. 4 avokat kanë arrestuar dje. Bravo çunave. Jam thuar. Bravo çunave. 4 avokat. Pse?
se thonë mos na vidh, se thonë duan drejtësi, se thonë duan zgjedhje normale. Dhe kjo është çështja. Dhe qytetarët që më dëgjojnë, duhet kem parasysh. S'është hauja dreja këtij kut ky. Po ata që janë nga thethi, ku shkuan në theth këta dhe u aprishën shtëpitë në atë mënyrë barbare dhe e ndjen mikuriz, duhet të reagojnë? Unë them po. Po ata që ju janë vjedh lumenjt, dhe bëhen hidrocentrale, duke u vjedhur, duhet të reagojnë? Unë them po. Po ata që janë fermer, edhe ju janë përmbytur të mbjellat, u janë tharë serat nga i ftoti, apo u janë djegur nga i ngroti, nga vapa, nga zjarret, duhet të reagojnë dhe s'kanë marrë si të shpërblim, duhet të reagojnë. Por këtë po luftoju. Pastaj, ka ndërmend këta të më bëjnë kallëzime, po na një çdo ditë more. Unë ka rëndësi të mos dënohem ndonjëherë për vjedhjet lekëve të shqiptarëve, se për protesta e përballje me hajdutët çdo ditë. Kaq. Por mua është nder i madh të më procedojnë si një njeri që përballet me hajdutët. Tani unë ja kam fajin Edi Ramës që i dhanë shqiptarët 30 vjet pushtet dhe përfundoi që blejnë 10 milion euro çokolata te Akshi, ja më thoni ju mua. Unë ja kam fajin. Unë ja kam fajin Belinda Baukut që 53 milion euro i çon drejtim pa ditur, ndërkohë që te tuneli atje mungon hekuri dhe rrezikohet jeta e këtyre që na dëgjojnë. Unë ja kam fajin këtyre për 400 milion euro të koncesioneve, ndërkohë të inceneratorëve, ndërkohë që plerat vazhdojnë të digjen në këtë vend. Rrugëve, ngelen rrugëve, nuk ka incenerator. Mos i themin e këto. Unë ditën që si them më këto, nuk rri më në jetë publike. Madje, nuk rri më as në Shqipëri, se s'kam se rri unë në një republikë. Që njeriu të ketë frikë të thotë atë që është e vërteta. Të vërtetën, pa i rënë njeriu në qafë. Po merresha unë ndonjëherë me Edi Ramën si individ, jo si kryeministër flas. Apo me familjen e Edi Ramës, siç ai është marrë me tmit dhe ka bërë shumë gabim. Këtu do që fajim. Unë po merrem me Edi Ramën si kryeministër. Dhe në fakt, po merrem me Edi Ramën hakshe, po merrem me Edi Ramën që ka marrë në mbrojtje Belinda Baukun. Bravo! Dhe jo Belinda Baukun si zonjë, si grua, si nën, po Belinda Baukun si ministre dhe zëvendës kryeministre që është kapur në abuzim, ka që thjesht është kjo punë. Se me Belindën si njeri unë s'kam asnjë problem. Problemin unë e kam me funksionarin e shtetit. Kjo është. Ju falenderoj shumë për kohën. Këtu do rri. Është e sigurt që do më procedojnë, nuk ka problem. Se si 3 herë, si 10 herë, nuk do më mbaj 20 vjetë në burg për këshu, për protestë palishme. Do me thënë, këtu do rri. Bazën materiale na e kanë vjedhur, dhe janë vjedh goxha gjëra, janë vjedh dhe çantat e vajzave, që kanë dhe gjëra personale, turpe faqezes. Më është vjedh dhe mikrofoni Osman, mikrofoni live-it, që për mua është shumë i rëndësishëm se është si të heq ty kamerën dhe mikrofonin. Ja, unë s'bëj dot live sot, s'ka mikrofon, ma vodhën. Që në çantën e pajisjeve, janë vjedh dhe ngroset, unë duhet të rria në të ngrotë sot, do rri në të ftohtë. U vodhe plasmasi. Ani, do thoni ju s'ke pse e bën këtë sakrificë. Drejtat e njeriut, Ore, totalisht. këtë sakrificë që është simbolike, unë nuk pretendoj heroizma këtu më jo. Po kjo është simbol, është simbolike, njerëzit të reagojnë, qëndrojnë kaq. Jo është. Imagjinoni të mos kish shkrep asnjë armë ujë Olqinaku atëherë kur erdhi në italian domun. Paktën shkrepi një armë domethënë. Në ruajti nderin. Ka që thjesht është kjo histori domethënë. Ju falenderoj shumë ju gazetarëve se në gjithë këto have që ka Shqipëria. Bravo. Apenin që nga pas që të kalojnë se do thonë i penguan. Faleminderit shumë.
Kashi? Jo, s'ka Po mi më unë jam me çadër, ju pa çadër? s'ka. Se s'më tha që s'kish. Ta prishe moment. Nejse do bjerë që ju. Do thash, në nën. Shefi. Sa ti kishe? Sa taloni është më afër. Tem ikim njerë. Në moment në i prapë. Jo, letë bishi. Jo, se kam. Mono.